MC Kresha, Lyrical Son, a kanë kriju kong për film. Sa ma fell, sa ma kjelt, e unë sa ma i kjelt, sa ma keq. Qa t'lën parja nëse s'kete dashni. Në Kosovë shumë shpesh diskutojnë për muzikë, kinema, sukseset e artistave, po shumë rol flasin për një gjë shumë të rëndësishme, apo krijohen kong për filma. Edhe përgjigja është po, edhe bile Kojami. I don't give a fuck, hit 'em up, bitches stick up your Christopher Wallace. Jëm pak kres su Marokës, që ka me pas polici për i falës. Së fund me MC Kresha Lyrical Son e kanë lansu hije plon, kolon zanore e filmit Djelmoshat e Rrezikshëm. Bashkë që ata djem që i mon mend qështu. Kjo është një prej herave të ralla ku një film vendor promovuhet me një kong të bume posaçërisht për filmin, jo thjesht një kong e marrë nga katalogu i artistit. Muzika e Kreshës dhe festimit gjithmonë kanë pas një vibe për kinema dhe mënyra se qysh i kanë kriju spotet, po tash është bukfalisht pjesë e një filmi e kjo tregon se industria jonë e filmit po fillon me e kuptu fuqinë e muzikës si identitet kulturor. Normal që nuk mungon Noizi, cili e ka pas këtë qasje qysh ma herët me kongën Vllazni, e cila është përdorur edhe si pjesë e filmit Troubleshooters. Ta e din kur jam siklet, kur jam në qef, unë ja ditë të njëjtë gjona edhe bashkë kaj në mlet. I cili e ka kriju enkas për filmin Troubleshooters, ku edhe është aktori kryesor bashkë me Blerim Destanin. Kemi nevoj për 20.000 euro. Të hapim një biznes. Undercover. Por e kemi edhe rastin special të muzikut me kongën Ghetto në serialin botror Gangs of London, një mega arritje. Konga është fut në soundtrack si simbolin i realitetit urban ballkanik, edhe ky është momenti kur muzika jonë hyn në pop kulturën ndërkombëtare. Pra, çka po ndodh? Filmat vendor po fillojnë me kërku muzikë origjinale, repera ton po hynë në filmat huaj, edhe soundtracku po bëhet një hap i ri në industrinë tonë. Nëse kjo vazhdon, shumë shpejt mundemi me pas projekte ku muzika edhe filmi punohen paralelisht sikur në Hollywood, ku konga e filmit bëhet hit so vet filmi. A ka kolona zanore tjera që ju kujtohen? Let me know në komente e mos harroni me follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.